Korça u mbush me tingujt e ngrohtë të kitarës dhe emocioneve muzikore në një koncert të veçantë të kompozitorit dhe kitaristit të njohur kosovar Agron Peni. Në koncert u interpretuan veprat autorëve të ndryshëm, si dhe serenata tradicionale korçare, të cilat morën një frymë të re përmes interpretimit të ndjeshëm të Penit dhe bashkëpunëtorëve të tij. Si në shtëpinë time në Gjakovë ndjeva, një publik kuptohet shumë marrëdashës, qetësia maksimum mundjeva tepër I emocionun. Korça gjithmonë ka përcjell art, tradit, jo vetëm në Shqipëri, po në Kosovë. Unë jam rrit me këngë korçare me serenata, edhe domosdoshmërisht duhet me I përpunu këngë korçare sikur një prej tyne që ishte përpunune në për kitarë klasike, për me pa edhe bota jashtë çfarë muzikë të bukur ka Korça e shqiptaria në përgjithësi. Publiku korçar përjetoi një mbrëmje artistike plot ndjesi, ku ndërthurja e virtuozitetit me shpirtin e muzikës vendase krijoi një atmosferë të paharrueshme. Ishte kënaqësi. Kitaristë të tillë nuk ishim parë në Shqipëri, nuk kemi. Bravo I qoftë, na nderojnë. Ish shkëlqyer. Cila pjesë u pëlqeu më shumë? Të gjitha, kompletuar si në ritëm, si në fantazi, në çdo gjë. Ishte bashkëngjitur me këngën e parë që ishte Pranvera, ka filloi me art, të dyja të kompletuara dhe të interpretuara shumë mirë. Si në karakter dhe në teknikë. Agron Peni, I njohur për krijimtarinë e gjerë artistike dhe kombinimin e elementëve modern me trashëgimin muzikore autoktone, ka ndërtuar një karrierë të suksesshme si kompozitor, kitarist dhe drejtues projektesh muzikore ndërkombëtare. Ai ka sjellë në skenat evropiane koncerte të ndryshme duke promovuar muzikën shqiptare me një stil bashkëkohor dhe origjinal.